I mirëkthyer në studio, do të flasim tani për zhvillimet në Kosovë. Deputetët vazhdojnë të dështojnë ta konstituojnë përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës edhe 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, duke lënë vendin pa institucione të reja. Pse ky kalvar? Pse situata politike në Kosovë është ende e paqartë? Diskutoj me zotin Vudi Gjumshiti, gazetar, e kam një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Zoti Gjumshiti, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E përmenda edhe më herët që Kuvendi i Kosovës ka ezauruar tashmë rreth 40 seanca për zgjedhjen e kryeparlamentares, ende pa rezultat. Pse ky kalvar dhe cila është arsyeja e bllokadës së votimit nga opozita? Kjo është një lloj zëvendësimi i barrikadave të Beogradit zyrtar, i cili nisi me barrikadu veriun e Kosovës atëherë kur Republika e Kosovës filloi të udhëhiqej nga një leadership i cili nuk i nënshtroi Beogradit zyrtar. Barrikadat u shpartalluan, strukturat paralele të Serbisë u shpartalluan verinë gjithanej Kosovës, edhe dinari serb u hoq prej Kosovës. E tash në këtë legjislaturë të re, ku ishin zgjedhjet e shkurtit të këtij viti, duket se deputetët e opozitës nuk janë të gatshëm me u përballë me ligje. Një prej shqetësimeve të tyne duket të jetë ligje për konfiskimin e pasurisë së paarsyetueshme, i cili është aprovu pas shumë barrikadave që këta i kanë kriju, duke u përpjek madje edhe me e quajtur ligjen në gjykatë kushtetuese, edhe tash në fund ai ligj është i gatshëm për zbatim, po duhet me kanë qeverisje me mandat të plotë në mënyrë që me mujt me u zbatuaj ai ligj. E tashti konsolidimi i Parlamentit të Republikës Kosovës nënkupton konsolidimi i një qeverie të re të Republikës Kosovës si rezultat i zgjedhjeve të shkurtit. Prandaj deputetët e opozitës, të cilët e kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet, e kanë instalu Serbinë brenda Kosovës për 20 vjet, nuk po duket që janë të gatshëm me konsolidu parlamentin, sepse qatë fuqi e kanë e qatë po e zbatojnë, po e përdorin për me parandalu konsolidimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, sepse kjo do të thoshte shpatë e drejtësisë për të gjitha krimet, për të gjitha padrejtësitë që janë mboll Kosovës për 20 vjet. E vazhdojmë bisedën te gjykata kushtetuese. Ka një afat 30 ditor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Çfarë pritet të ndodhë pas këtij afati dhe në rast se po themi ende nuk zgjidhet një kryetar Kuvendi? Unë nuk jam ekspert kushtetuese as ligjor, jam gazetar me profesion. Vërtimet e mia janë që e kam lexuar vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe kam parë që u ka dhënë afat 30 ditor. Unë besoj që Kosova gjithsesi duhet me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme edhe një herë pas zgjedhjeve të shkurtit, sepse besoj që qytetarët e Republikës Kosovës mund ta kenë një përshtypje tjetër tash për këta deputetë të cilët i ka marrë këto vota, e të cilët nuk po e respektojnë votën që e kanë marrë, nuk po e respektojnë kushtetutshmërinë e vendit, edhe nuk po duan me pas shtet. Ata njerëz, ata që u kanë dhënë votat këtyne duhet me i rikonsideru ato vota. Secila nga palët e lexon në mënyrën e saj opinionin e gjykatës kushtetuese, vetëvendosja thekson të drejtën e partisë së parë për emrin, ndërsa opozita nga ana tjetër këmbgul në një emër tjetër. Pse mendoni që opozita po refuzon zonjë Haxhiu dhe votimin e fshehtë? Emri është preteksti. Nuk ka të bëj me arsyen përmbajtësore. Emri është preteksti. Shiko, është e njëjta opozitë e cila i bënte presion qeverisë e Republikës Kosovës që t'i tërheqte forcat e rendit nga veri i Kosovës në emër të flamurit amerikan dhe flamurit BE-s. Sepse thoshte BE-ja dhe amerikanët nuk janë shqetësuar që i ke çu policinë atje. Këta nuk e kanë problem çështjen e BE-s as amerikanëve, ta shqetësim e kanë domethënë shpartallimin e bandave kriminale të udhëhequra nga Vučići në veri të Kosovës. Ta shqetësim e kanë shpartallimin e strukturave funksionale shtetërore të Serbisë në Kosovë, të cilin këta i kishin instaluar për 20 vjet pushtet. Emrin Albulina Haxhiut si kryeparlamentare, këta e kanë si pretekst për të mbuluar të vërtetën të cilit pas së cilës ta trishtohen. Cila është e vërteta? Prej ligjit të aprovuar
i cili do t'ua konfiskonte pasurinë e paraqetuar, sepse këta kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet. Këta nuk kanë me mujt me arsyetu çu që kanë bërë tonat pasuni 20 vjet mas luftës. Edhe prandaj komi ju konfiskua ajo pasuni dhe duhet me u konfiskuat pasuni. Këta vetë politikant, por dhe grupet kriminale interesat e cilëve këta i kanë mbrojt, me të cilët këta bashkarisht e kanë vjedhë Kosovën për 20 vjet. Andalshëm. Në fakt, ju e përmendët edhe më herët që vetmja zgjidhje në këto momente është kalimi në zgjedhje të parakohshme apo të jashtëzakonshme. Dhe nëse ndodhin këto zgjedhje në Kosovë dhe rezultati është ende i njëjtë, a do të zgjidhet ngërçi ndonjëherë? Nuk mund të ketë rezultat të njëjtë. Qytetarët e Kosovës janë duke u vëdësuar ditë për ditë. Edhe nuk është të ngërç, kjo është blokadë. Kjo është blokadë me kërkesë të grupeve kriminale të cilat janë duke përpjekë me ble kohë për me u mundu me i shpëtu shpatës e drejtësisë. Ju kërkoj ndjesë në zyrtar policor po më ofrohet për një moment. Excuse me. Okay. Mirë. I'm on a live broadcast. Jemi duke folur në këto momente për Kosovën. Besoj e kemi mirë kuptimin e tij, duhet lëvizni, besoj. Okej, në rregull atëherë. Po mund të flasim, s'është problem. Në rregull, vijojmë bisedën atëherë, kemi dhënë disa detaje nga, të paktën edhe në opinionin tuaj, po edhe në gjykimin si gazetar, se çfarë është duke ndodhur në Kosovë, ndërkohë që i rikthehemi zgjedhjeve të tetorit. Pra në tetor do të mbahen edhe zgjedhjet lokale apo përgatiten partitë politike në përzgjedhjen e emrave? Jo kërkoj ndjesë që nuk mund të jap një opinion të qartë lidhur me punën e zgjedhjeve lokale, pasi që unë nuk jetoj në Kosovë, siç e dini. Unë shkruaj dhe raportoj për Kosovën në sajt të mediave britanike. Gjithashtu jam më tepër interesuar në çështjet e politikës jashtme dhe sigurisë kombëtare dhe kërcënimeve që i vijnë Kosovës nga politika jashtme agresive e Serbisë, si edhe nga geopolitika e Moskës zyrtare. Unë mund t'ju pyes... Kam vëzhgu disa... Po. Mund t'ju pyes lidhur edhe me opinionin e qytetarëve që jetojnë jashtë Kosovës, sepse ju besoj mund na jepni një këndvështrim më të qartë si e shohin ata situatën aktuale në Kosovë, situatën politike, e cila padyshim ka një ndikim edhe më gjerë në ekonominë e vendit dhe në qetësinë dhe qartësinë e zhvillimit të Kosovës, që është praktikisht një shtet i ri, por që duhet të bëj hapa për t'u integruar më tej. Unë komunikoj me diasporë, komunikoj me qytetarë që jetojnë jashtë Kosovës, jam edhe vetë votuesi i Republikës Kosovës pasi që jam shtetas. Ajo që ka mund të them në sajt e komunikimeve tona është që ne nuk jemi as pak të kënaqur kur shohim partitë politike të cilët i kanë kryetarët e komunave të instaluar në mandatin paraprak, e tash këta kryetarët komunave ja kanë nisë tash me ndërtu rrugë, e tash me bo kontrata me ndërtu stadione e qendra kulturore. Zotni, duhet me fillu me zbatu mandatin në momentin që e merr mandatin. Jo në fund mandatit i me na tregu neve kishe po ndërton rrugë, kishe po ndërton stadione, kishe po ndërton qendra kulturore. Prandaj unë besoj që na si qytetarë vetë dishim që jemi jashtë, sidomos në diasporë, kena me mendu mirë, a kena me dhënë votat qytyne kryetarëve të komunave që për 4 vjet kanë nejt e nuk kanë bo kur gjo. A mund ta bëjmë ndryshimin vota diasporës në Kosovë, sepse në Shqipëri kujtojmë që zgjedhjet e majit, në fakt, një nga gjërat më të rëndësishme që ndodhi, ishte vota e diasporës për herë të parë nga diaspora. Megjithatë, shpesh herë pritet që diaspora të jetë vendimtare në një farë mënyrë, edhe sepse sheh me një sy pak më kritik, më të jashtëm, kurse qytetarët që jetojnë në Kosovë janë çdo ditë aty duke u përballur me pasojat dhe ndoshta vendimet të çdo qeverie. E vërtet, ajo gjithsesi varet se sa janë të informuar diaspora. Kuptohet sepse njerëzit që jetojnë në diasporë nuk jemi duke ndenjur sepse lekët po na vinë në xhep në mënyrë të gatshëm. Kemi obligimet tona dhe detyrimet tona të përditshme edhe shqetësimet tona të jetës për të cilët përballemi edhe këtu. Po, e vërteta është që në momentin që kemi mundësi me pas qasje dhe me ju qasje informacionet, me pas e çfarë po ndodh në Kosovë, sigurisht që përpiqemi me bë vendime
të mirë informuara, sa më shumë që është e mundshme, edhe me marrë vendime të ndërgjegjshme. Një ndër mendësi që unë kam arrit me vërgu kohëve të fundit është që një pjesë e madhe e diasporës janë absolutisht të shqetësuar dhe të frustruar nga fakti që kryetar komunash kanë fillu me bë punë në fund të mandatit. Dhe kjo nuk është hera e parë. Kjo është traditë e politikave në Kosovë dhe politikanëve. Ata fillojnë me i bë punët e tyre që o dashmë ja nis me i bë në fillim të mandatit, fillojnë me i bë në fund të mandatit. Po ajo është vetëm sa për fotografi. E na si qytetar kemi me i dhënë fund kësaj pune. Nuk kena me i dhënë votën më këtyne që ja ka nisë me punu në fund mandatit. Se do të nisha ke boti për 4 vjetë. Të qartë. Zoti Gjumshiti, një pyetje të fundit, lidhur pak me presidencën, e cila në fakt ka qenë më e tërhequr në këtë blokadë, ngërç, apo çfarëdo qoftë kjo është, sepse në fakt me kaq shumë ngjarje sa vijnë nga politika e Kosovës është bërë pak e vështirë edhe për të identifikuar se çfarë është duke ndodhur realisht. Pse është treguar kaq e tërhequr presidenca? Pak të në gjykimin tuaj personal. Nuk mendoj që është treguar e tërhequr. Presidenca ka qenë mjaft aktive në këtë situatë. Ka kryer detyrimet e veta, përgjegjësitë e veta. Presidenca i ka thirrë në konsultime partitë politike. Presidenca ju ka kërkuar partive politike që t'i thirrën mendjes edhe të bëjnë konsolidime në parlamentin, sepse nuk mund të vazhdojë Kosova pa mandatar të plot. Këta i kanë vazhduar me mendsinë e tyre, sepse atyne që partitë opozitare ju përgjigjen entitetet kriminale me të cilat këta i kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet. Interesave të cilat i përgjigjen partitë politike janë pikërisht interesave të Serbisë, e cila po kërkon një Kosovë të bllokuar, të barrikaduar, sepse Serbia dështoi ta barrikadonte Kosovën në vitin 2022, 23, 24 nëpërmjet barrikadave që kishte barrikaduar për 20 vjet, sepse kjo qeverisje, ky leadership me presidentin Osmani dhe kryeministrin Kurti i shpartalluan të gjitha bandat kriminale dhe strukturat paralele qeverisë të Serbisë në Kosovë. Tani Serbia është duke i përdorur partitë opozitare dhe entitetet kriminale në mënyrë që të përpiqen me çdo kusht ta bllokojnë Kosovën që të mos konsolidohet si shtet. Kjo është bllokim i konsolidimit të shtetit, strukturave që menaxhojnë dhe administrojnë shtetësinë e Kosovës. Dhe nuk është përgjegjësi e presidentes e Republikës Kosovës, pse këta kanë vendosur të mos i kryejnë detyrat e tyre. Pra në përfundim, përgjegjësia as kujt krimi i dikujt tjetër. Në përfundim, zgjedhja e vetme për Kosovën në këto momente janë zgjedhjet e parakohshme apo jo? Kjo duket të jetë të paktën. Tani ekspertë të tjerë që janë të aftë për me kuptu këto gjana, të cilët i kanë edhe lexu edhe analizu, besoj që mund t'japin mendime më kuptim plote. Por nuk po flas ekspert të grupeve kriminale, se nëse keni vëzhguar situatën në Kosovë, keni mbi ekspert të cilat i përfaqësojnë interesat e grupeve kriminale dhe edhe Beogradit zyrtar. Po flas për tamam ekspert cilësor që dinë me mendu edhe që janë thirrur për atë punë. Zoti Gjumshiti, unë nuk po ju mbaj më gjatë, se kur ju shoh duke drejtuar mjetin, mendoj që të parët jemi ne të medias që duhet të japim shembuj pozitiv dhe telefoni nuk duhet përdoret në drejtimin e mjetit, kështu që ju falenderoj për bisedën edhe ju uroj një ditë sa më të mbar. Ju lutem shumë, faleminderit për ftesën. Qofshim me shëndet.